Tani në rrugën e re të tranzitit në Prizren është ngritur dhe është përgatitur që këtë bajram të hapet njëra nga xhamit e bukura të qytetit të Prizrenit, xhamia Ymer Prizreni. Sipas kryetarit të Bashkisë Islame Lutfi Balloku, kjo xhami kaq e bukur dhe kaq madhështore vije si dhuratë donatorëve të familjes Muriqi, ku dy vëllezërit kanë falur trullin, kurse dhuratë më e madhe vije edhe nga Urim Hoxha nga Zhuri, tani përkohësisht i punësuar jashtë Kosovë. Ka është e dhuruar nga familja e Muriqve të Prizrenit pa Fikretit dhe Fikrimit, Fikrim Muriqi dhe Fikret Muriqit. Dikun rreth 500 metra katror është tokë, pranë e tyre, ndërsa ndërtimin e xhamisë e ka bën një person i cili jeton dhe punon në Gjermani, është Urim Hoxhej nga fshati Zhur, i cili ka shprehë dëshirë ta financojë ndërtimin e kësaj xhamie. Allahu xhalla shanu atij ja shtoft pasurinë dhe shumë njerëz të tjerë që në bëjnë sebeb që ndërtojnë xhami. Në Prizren, me izin të Allahut, në mas ditës parë bajramit, pa ditën e dytë bajramit, me datën 18, në ora 12, do të hapët kjo xhami. Ndërsa me datën 19, do të hapët ditën e tretë bajramit, me datën 19, prapë në ora 12, do të hapët edhe xhamia e Hazreti Bilalit, e quajtur Hazreti Bilali, e cila është në rrugën e përtej të Suzit për në Lubiqev, pra që është njihet me emrin tjetër dhe xhamia e Gurit. Edhe atë xhami, edhe këtë xhami e kanë ndërtuar personat, individët. Këtë xhami, ju thashë edhe më herët, e kanë ndërtuar Urim Hoxhej nga Zhuri, ndërsa atë xhami e kanë ndërtuar Bilal Likaj nga Lubiqeva, i dalën në Francë, ai ka ble edhe tokën edhe ka ndërtuar xhamin. Kështu që Këshilli i Bashkisë Islame dita ditës është duke u pasuruar me xhami dhe toka jon e Prizrenit është duke u zbukuruar me minaret e xhamive, inshallah. Këto xhamit e bukura e madhështojnë qytetin e Prizrenit dhe kjo tregon se ata ndërtues në ndjenjë dhe familjet e tyre kanë para të hallalit, ka theksuar kryetari i Bashkisë Islame të Prizrenit Lutfi Balloku.